për atë se si ndihem Alba. Po pra po e thënë mja me të pamen dhe me body le me të bërë. Po e kam thënë Alba që është Alba ajo që janë për veten time. Po pra zemra, po i ke pa primet, i ke pa videot, apo... Po tash në rast se unë vit flas diçka ty, për çështje sekondash ne vim të shtojmë për me këty, ti masane e bën namin. Jo, unë se bëra namin të kërcimi, ishte pjesa që kur unë flisja me banorët, ju ndoshta se mbani me ti. Nuk ta bëm ekstra ty, por unë po përfshin një ishte pak ekstra, nejse nuk dua ta diskutoj këtë pjesë. Kur unë vit flas ty disa sekonda, më dëgjo pak. Kur të vi unë të flas disa sekonda, dhe thjesht ndodhte ajo puthja dhe gjërat para syve të mi, kuptimin që po të flasë disa sekonda, unë po të flasë disa sekonda dhe unë do iki, pasaj ju bëni që doni. Tani ke mundësin flasësh. Ja, pra jemi për ditë shmërit flasim. Se s'do t'i them unë gjithë gjërat këtu. Olimi, unë t'a thash, unë kam pranu gjërat e mija realitetin tim, edhe vendosjen tim për jetën time. Nuk është definitiv, se gjdo dit është ndryshe. Për veten time, po. Unë flasë Albën brënda tani. Unë nuk e besoj. Ti e bën si të duash tani. Nuk mundem unë të detyroj ty çfarë bësh me Albën. Në rast se ti se ndjen se ndjen, nuk më detyron dot këtë di, unë më ke po flet. A mund të pyetje? Kur ke këtu, a ke single apo jo? Jo. Okej. Si jo? A ke single ajo? Unë jo. Okej. Vazhdojmë tutje. A ke qenë si... Fal një sekundë, më fal, vetëm dori. Ti e fut single? Po atër si mund mos t'jesh single ti, Alba? Vetëm një pyetje tjetër, e dyta. Unë kur jam fut, nuk jam fut single. Si mund t'rish qift pa dikë? Për s'ki qenë single. De facto po kuptoj që ti ke qenë lidhje. Fal, ke qenë lidhje me Limin, apo në shpirtin tënd. A ke qenë pyetja ime, a ke qenë e sinqert deri tani me Limin? Çfarë kuptimi e sinqert? Unë gjithmonë kam qenë sinqert me morali, karakteri. Gjithmonë. Jo Big Brotheri, edhe jashtë edhe formati tjetër, gjithmonë e kam pas këtë. Unë s'pot... Jo, sinqertja janë ndjenja, por reagimet nuk janë sinqert. Edhe reagimet i kam pas sinqerta. Fal. Si pas ke pa gjitha. Fal. Ose ndoshta është keq interpretuar. Okej, haqë do i shoh. Okej. A mund të më të pyetje? Jo se... Po them që s'kam kohë. A mund të më pyetjen e tretë? S'më intereson, nuk shoh videot e mia, jo më tua. Jo, po ta them më se kush jam. Ore, unë po të them, unë, kur dal nga tu, nuk kom për net duke pa videot. As një intervistë time që kom bo, kur se kom pa për s'dyti, dhe as një herë kur kom videoklipe nuk i shoh për s'dyti. Do të shoh kur t'kem kohë, ti e din atë gjë. Jo, ta thash që nuk do i shoh, ta thash me kuptimin. Se kur si shoft mija, s'do i shoftuat. Po flasim për këtu mbrënda, the, okej, do të shoh. I kom pa që kom pas me pa, du të them. Edhe pyetja... S'kom diçka më shtu. Fal, pyetja e tretë. A je ende single apo? Si? A je ende single? Po jeta ime beqare është për momentin. Tash po të kuptoj, ky... Po fizikisht si përfaqësisht jam beqare, se ky ka jetën e vet, unë kam jetën time. Po unë e kam pranuar realitetin për jetën time. Që s'mund të jem me njëri tjetër rast se jam atë. Ki qenë moral, karakter, gjitha deri tani mirë. A je ti njerë që qa që u lëndove, që Ludo apo dikush tjetër, edhe shkove more fuzion. I fuzion nga Ludo, asë njerë. Unë nuk e di, unë nuk të akuzoj se kjo tani më... Une nuk ka marrë këtu infuzion nga asë njëri, Alba ka pas ngarkesat e mija, po ja pra po përgjigje. Mos u lëndo tash për me. Alba nuk ka pas asë njerë lëndim këtu nga asë njëri që të marrë infuzion, kam pas ngarkesat e mija hormonale, emocionale, psiqike dhe gjithat ngarku me bashkë. Nga përjashta dhe situata që ndodhi këtu mbrënda e bëni ngarkesat. Koha do të tregon vërtetën. Po jo nga personi. Koha e tregon vërtetën. Po jo nga personi. Qa që kisha? Koha e tregon të vërtetën. Jo koha, momentet dhe jeta dëshmon të vërtetës. Alba s'besoj të koha, besoj të momenti. Koha është diçka e krijuar nga njerëzit. Prite momentin. Është pjesë e kohës. Prite momentin. Koha është e krijuar nga njerëzit. Edhe momentet krijohen nga njerëzit. Falë që durira. Momentet po krijohen për njerëzit me njerëzit, përzirë me njerëzit. Unë nuk e di që po ndodh. Se qëfar po mendoj që do ndodhte? Nuk e dilim. S'ka më koment, farën. S'po me kupton kur them diçka? Po, kuptoj shumë mirë, po ti e din shumë mirë që s'flas do të shumë.
kur ta marrësh? Alba kam thënë, unë vendimi për jetën time e kam marrë. Unë nuk mund detyroj dikë tjetër. Normalisht që këtë dim. Edhe përse më the që në kam sjellë mirë diçka mbrëm? Si? Aty më the te make-upi që kur thash unë prit sa të mbaroj pak me përgatitje dhe ta ham gjesin që t'jem pak e fokusuar kur të flasim. O goce, po të them edhe një herë, nuk po kupton atë çfarë kombo unë mbrëm, nuk po arrin ta kuptoj. Unë të kam vlerësuar, ama vetëm doja ta sqaroja pak pjesën se vlerëso veten dhe më thuaj çfarë ke. Merr kohën tate dhe ti ballafaqojmë ti hapim gjërat. Ja pra ta thash. Merr kohën që doja të tate. them. Një moment mendova sikur po e bëni thjesht se po ndihet Alba keq kuptimin që po ju ndërhyj Alba. Nuk du me ju ndërhyj. Në rast se Po doni. nuk ndërhyj dot mi gos, po thjesht nuk e du më këtë lloj gjeje kështu. Nuk ndërhyj dot ti. Ja do të them edhe diçka tjetër Alba. Po dal unë edhe dolçe keq. Okej, do të them edhe diçka tjetër Alba. Me që po pëlqeni, edhe keni qef me vazhdu bashkë përpara. Nuk është puna jote ajo, ti më fol për veten tate. Alba do të riqem atër të shfaq ndjenjat e mia dhe mërzitjen time. Okej. Po, sqarojeni juve? Po. Në rast se nuk Nuk jenë ke djerë... nevojë me fut persona tre, tani është vetëm ti dhe unë, më thuaj. Ju e përmendet edhe muhabetin e krevatit, edhe muhabetet e intimiteteve tjera. Qa intimitet? Tani, në rast se ju nuk jeni ra me prezencën e Albës, Alba do bëj step back në drejtim tjetër. Me shkju pa intimitet, se një fundit fjalla akoma me limin. Boje pra, pse duhet unë ta bëj? Boje ti, ta kishe marrë vendimin para se ta boja unë. Po unë nuk e dija që po ju pengoja juve, se ju thatë ne po vazhdojmë përpara, pa marrë parasysh se është dikush i këtu që po ndihet kështu. Nuk po kuptoni, unë nuk e di olla tash. Limi, duhet të jesh pak më i qartë. Po. Kështu që, më i qartë me Albën, se me mua ishe shumë i qartë. Më thuaj, du ta kuptoj pse po e bën gjithë këtë gjë tani. Jo gjithë të gjë, thjesht ta thash diçka, po ti akoma vazhdo me ata tuja, nuk po më kupton, nuk po më bën. Ha si bosi e pa ditur ti kush do me Jo, di. o Limi, sinqerisht e kam, është situatë delikate për mu. Se po përcillen sikur unë tani po shqetësoj ndoshta dy No, rëndësi ka që ti mos të ndihesh më keq. Po, nuk dua as juve të ndiheni keq. Nuk ndihemi keq, ne rëndësi ka ti mos të ndihesh keq, mos të bëhesh më për Limi spital. tha që po ndiheni keq, dhe ti the që po ndiheni keq, shkaku se... Jo, po ndihemi keq. Ne si mi ndihen asnjë moment keq. Jo. Po dizinformon. Po dizinformon. Po Unë Alba dëgjova dizinformon. një pjesë që tha që s'po ndiheni rahat. Ora po hipnotizon të tjerët rreth rrotut. Ora, ishim në prime gjithë kur e thanë këta në partje dhe kur e thanë të doma rrëfimeve. Okej, s'po flas Alba atër. Po normal se s'është asnjë gjë e bukur ta shohësh tani 100 herë të njëjtat prime që ti ndihesh keq këtej ande e qan. S'është se na kënaq ne tani edhe më u dash shumë prishet marrëdhënia. Juve po sepse jemi këtu. Limi, të lutem dua Nuk kemi zgjidhje tjetër. Ti realisht po pauzon nga Dolçja për këtë gjë. Sinqerisht Alba t'ju jap fjalën prej sot. Alba do jem super e qeshur, super e lumtur. Që mos ju pengon ka mund si Alba juve të bëjnë. Jo, këtë duhet ta se po më cilën si kur po ju pengoj. E vendosi poster. Jo tani se si jam Alba këtu me mërzin time, unë kam thoni mbaj përgjegjësitë e mia të mërzis time. Çau bë? Si jam e madhe, nuk jam 15 vjeç. Ama edhe ky nuk duhet largohet nga një femër, në rast se një femër është e Valla ti lënduar. kërkjeve të shkollski. Po kjo reagu për ty reagu, për rastin tanë, marë po të Pa i marë këta. Qu marë hetë të... Jo, Limi, shpreta mama që ke për ta thënë. Po jo, ka ta Jo, ka dole. Lojra. Dal ka dole, thohet. Hej, bro, nisar e kam kuptu.